Thot, a kam gjëna nëse në buk kifle ka pas alkohol, edhe nuk e kam ditë, Zotit bekoft. Amin, Zotit bekoft edhe ty, edhe këta që po shohin këtë video. Kemi dy kategori tash po them të kifleve ose të bukve që pas kanë alkohol. Ajo që i është qit alkoholi, është bë brumi me pjesërisht me alkohol edhe është duk në momentin që është përzi aty, është duk, do më thonë as ma nuk është alkohol, as edhe me lyp, do më thonë me ato laboratorat s'ka alkohol, se është ndru në trajt tjetër, krejt. Këta ka prej ulemave që e lejojnë me ngran, ka prej tyre që se lejojnë, si që janë se vendesat edhe këto, për ma detalisht muni me ingu derset hoxhallarëve tjerë që din ma mirë se me spjegu. Edhe kategoria dytë, është ajo buk që është aty alkoholi, dhe më thonë, i praneshëm edhe në momentin që han, e ndjen që është alkohol, e ndjen haptas. Ka disa lloje mbëlsirash, ruma, që i thojnë, që aty kur e han, dhe më thonë, ajo klop, shihet ajo haptas që shkan të poshtë. Në këtë rast, nësa është, dhe më thonë, alkoholi 100% alkohol që taman dhe në kifle, themi nuk bën me hangër, por nëse ka ndodhë që e ke ngran pa ditë, s'ka kallzu kërkush, mas e ke hangër e ke marrë vesh, ose ka ndodhë që ke pi në vend se me pi ujë, se ke ditë që është alkohol e ke marrë stakfirullah ke pi, nuk ki gjëna në këtë rast. Po flasim, përderisa jetu e bën pa vetdije, ose pa dije, ma mirë po them, pa dije, ka ndodhë o kry, e ke marrë vesh mallgjësore, ke ngran mish deri pa ditë, ka qitë dikush të ka kallzu, ose edhe ai nuk e ka ditë, s'ka problem. Nuk ki gjëna. Po normal du të mu bo pishman jo me thonë, mirë u bo shfrytëzova rastin e hangra një copë mish derit, Allah ma falë se pas kum ditë edhe në zemrën tone më ndje pendimi, si me thonë edhe ajo keq ardhja. Allahut një moftë.